Sot në të gjithë Republikën e Kosovës po zhvillohen zgjedhjet lokale 2025. 2.025.105 votues kanë mundësinë të ushtrojnë të drejtën e votës për të zgjedhur kryetarët e komunave dhe antarët e kuvendeve komunale në 38 komunat e vendit. Numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar me post nga jashtë Kosovës është 43.993. Ndërkaq, Komisioni Qendror Zgjedhor gjatë ditës së sotme ka mbajtur komunikatën e parë për media në orën 8, ku ka njoftuar se janë të përgatitur për procesin e transmetimit të rezultateve preliminare. Në përgjigje të sfidave të cilat janë të paraqitura në zgjedhjet e fundit, të cilat kanë të bëjnë me procesin e transmetimit të rezultateve preliminare, por edhe evidentimit të tyre përmes softverit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë periudhës 4 mujore përgatitore ka trajtuar me seriozitet maksimal këtë çështje dhe janë bërë të gjitha përgatitjet që gjatë ditës së sotme, pra pasi të përfundojë procesi i votimit dhe pasi të bëhet numërimi i votimeve nga zgjedhjet për kryetarët e komunave dhe pjesës së votimeve për subjekte politike, do të arrijmë të transmetojmë rezultatet preliminare. Komunikata e radhës për media nga Komisioni Qendror Zgjedhor u mbajt në orën 11:30, ku u njoftua në lidhje me pjesëmarrjen e votuesve deri në orën 11. Ndërkaq në komunikatën e orës 15:30 nga KQZ është bërë ditur se deri në ora 15 votuan 510.525 qytetar, apo 25.21%. Numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 11 është 158.691 votues, apo 7.84% nga 2.025.105 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjet lokale të vitit 2021, kishin votuar 152.000 votues, apo 8.2% e votuesve, nga 1.885.428 votues. Në komunën e Gjakovës, deri në ora 15, të drejtën e votës e kanë ushtruar 27.108 votues, apo 22.26%, ndërkaq të drejtë për të votuar kanë 121.768 votues.